Territori i Kosovës për datën 17 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht me vranësira të pjeshme dhe rreshje lokale në disa zona jugore. Paraditja do të jetë më stabile me intervale me diell, ndërsa pasditja sjell rreshje lokale shiu kryesisht në rajonin e Prizrenit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 8 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 14 gradë Celsius, Skënderaj 9 deri në 16 gradë Celsius, Pej 10 deri në 15 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 15 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 19 gradë Celsius, Malishev 9 deri në 16 gradë Celsius, Gjilan 7 deri në 15 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 15 gradë Celsius, Kaçanik 7 deri në 15 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 17 gradë Celsius, Prizren 10 deri në 15 gradë Celsius,